طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri Umdatul Ahkam, bazat e dispozitave të maktësiut. Në dersën e kaluar kemi folur për kapitullin e gjenazës, edhe namazin. Sonte do të flasim për qefinin. Do të thonë si bëhet, do të thotë mbulimi i të vdekurit. Me një hadith ka nga Aisha radiallahu anha, thotë se pejgamberi sa u qefinos me 3 copa jemeni, të pastra, të bardha si bora, të bardha, të pastërta, thot pa kamis edhe pa qalm. Që kjo kamis në gjuhën arabe, si duket edhe në shqip ka prej arabishtës, këmish. Kamis i thënë arabisht këmishës. Edhe ne i thëmë, dhe më thonë, kamis është arabisht, ndërsa këmisha është shqip. Mirë po kamisi të arabët është quajt një veshje që arrin deri te komt gati. Kjo është quajt si kamis. Edhe përpara pleshtan në kallëzeshin që ka pas një lloj i kanë thonë shatore, apo jalit bile i kanë thonë shatore, s'pëdia apo dende. I kanë thonë shatore, e kanë vesh një lloj fmit, zakonisht e kanë vesh një lloj këmishe, edhe këtë poshtë, gati të komt, do të thonë, kështu gjatë. E kjo kamisi, që këtu ka në hadith, është për qëllim, do të thonë, një veshje që është deri te poshtë. Tash kuptimi për që dhe pa qalm, është pastruar, dhe më thonë është qefinos. Kuptimi përgjithshëm i hadithit, mbulimi të vdekurit bile është më i rëndësishëm se sa edhe të gjallit. Thot, prandaj profeti alayhi salatu wassalam u mbështoll me 3 copa të bardha. Dhe thot, nuk e veshën as me kamis, po as me qalm. Qa përfitojmë nga ky hadith? Përfitojmë se qefinosja është bërë me 3 rroba, me 3 copa. 3 copa është bërë me qefin. Thot pa qalm dhe pa kamis. Sipas Nevevijut nuk u qefinos as me kamis as me qalm, kjo e kuptueshme. Një pikë tjetër është pëlqyeshmëria, është e pëlqyeshme, është mustahab, muslimani mu qefinos me ngjyrë të bardhë, me ato, domethënë, bezat apo çfarë më thon asaj, rrobës që është e bardhë. Edhe është mustahab. Po të njëjtën gjë është edhe mustahab mu vesh muslimani me tesha të bardha. Nënë që i kanë ato gelabijet për shembull të bardha. Është mirë, nuk po themi që nuk lejohet, edhe ngjyrat e tjera. Lejimi i qefinosjes me më shumë se 1 copë. Thonë tash do ta transmetojmë hadithin që ka 3, 5, edhe më shumë. Varësisht që lyp nevoja. Domethënë mbi 1 copë lejohet me mbulu, domethënë me qefinos të vdekurin. Është e pëlqyeshme që burri qefinoset me 3 copa, ndërsa gruaja me 5 copa. Burri me 3 pal, apo me 3 ato, ndërsa gruaja me 5. Thot, 1 copë ta mbuloj nga brezi, poshtë, edhe copa tjetër ta mbuloj fytyrën, dhe thot 1 copë ti mbuloj gjithë trupin, pastaj si lloj kamisi, krejt trupin. Do të thot me 3 copa dhe 2 të tjera për ta mbështjell. 2 të tjera për ta mbështjell krejt gjenazën, apo. Tani e kemi larjen e të vdekurit dhe përcjellja e gjenazës, hadithi 156. Umatje El Ansari radiallahu anha thot, u fut pejgamberi alayhi salatu wassalam tek ne kur i ka vdek çika vet, Zejnebia. U ka fut për mi tregu. Thot, dhe na tha, lajeni me ujë dhe me sidër. Dhe thot, 5 herë ose më shumë nëse i shihni të nevojshme. Ajo çik ka qenë. Më thonë, femën ka qenë. Dhe po thot, lajeni me 5 herë ose më shumë, nëse është e nevojshme. Thot, kur në fund pastaj vendosni kafur. Kafur është aromë e mirë. Te na i vendosin. Kur ti lajnë gjenazët, i qesin erëra në fund, aromë. Thot, kur të mbaroni më lajmëroni. Kur përfunduan larjen, e njoftuan pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe ai tha, na dha izarin dhe tha, mblidhja një pas trupit, transmetimi tjetër thot 7 herë, thot transmetimi tjetër thot filloni nga e djathta e saj dhe në vendet e abdestit. Kur ta lanin në vendet e abdestit, umati e thot ja lidhën flokët të vdekuris në 3 gërsheta. 3 gërsheta e boni dhe qitën mrapa. Tash kuptimi i përgjithshëm i hadithit. Kur vdiq Zejnebi,
Zenebi ishte qika pejgamberit a.s. Për mi tregu dispozitat fetare, Muhamedi a.s. u fut brenda edhe ju tregoj. Edhe i tregoj, dhe më thonë ata që kanë me lo, qikën e vetë. Tha për t'i mësuar si ta lanin gjenazën, njërë që vajza të dilte nga kjo dynjo e pastër, të Zoti vetë. Sepse ku po shkon shpirti, po shkon tek Allahu subhanahu wa taala. Një ndër gratë ishte Atje el Ansarije. Profeti a.s. i tha, laje 3 herë, ose 5 herë nëse është e nevojshme. Në mënyrë që larja e fundit të jetë tek. Dhe më thonë tek, e rëndësishme është me qenë tek, jo me qenë qift. Ose më shumë nëse e shihni që është e nevojshme. Me qenë larja më e pastër, pejgamberi a.s. çfarë ka thënë? Thotë shtoni sidër. Nëse nuk i sidër, mund është thotë që janë, dhe thotë këto shamponat e ndryshëm, apo sapunat e ndryshëm që përdoren tek ne. Kur ta lajnë gjenazën, e lajnë me sapun apo me shampon, nuk ka asnjë problem. Dhe në fund, thotë çka, atër vendos një kafur, çka është? Ajo është aromë. Sepse çaj kafuri apo nuk e lën mikrobat më bo. Është një lloj pastruesi, po edhe nuk dekompenzohet shpejt gjenazja. I run prej se zakonisht kur gjenazja, kur vdes personi, me njëherë mlidhen insektet, ato mlidhen, dhe më thonë, parazitat, bakterijet, ku e dione. Keni pa për shembull një kafsh me bo me cofë, për njëherë mlidhen mizat. Për njëherë. Ndërsa, kur është e gjallë, është pak më ndryshe. Njëjta gjë është edhe me njeriu. Pra të arsye pejgamberi sa ka urdhëruar që me i dhon aromë trupit me ly me aromë, apo. Gjithashtu, pejgamberi a.s. i këshilloi gratë që ta fillonin larjen e gjymtyrëve më të mira dhe ajo nga ana e djathtë. Edhe gjymtyrët e abdestit. Çato vene ku morish abdest, në çato vene me fillu. Edhe në anën e djathtë. Kjo është edhe për guslin vllazni. Kur merrni gusl, masi që të merrni abdest, është mirë me fillu nga ana e djathtë. Njëherë në djathtën, pastaj në të majtën. Është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai sallallahu alaihi wasallam u tha që ta njoftonin pasi ta mbaronin larjen. Gratë lajmëruan, profeti u dha edhe një rrobë, thotë që kishte veshur me njerë në trupin e tij të pastër për ta mbështjellë trupin e Zejnebës. Domethënë, përveç që e mbështjellën ata, përveç që e rregulluan gjenazën, e pastruan krejt, Muhamedi a.s. nga vetja e vetë e heki pi trupit, ja dha një pjesë të rrobës që me mbështjell Zejnebin. Shtot pyetja pse? Për shkak të bereqetit me marr, do të thotë, vajza e tij. Qysh bereqet, a lejohet me marr bereqet pi pejgamberit a.s. Po lejohet. Kemi thonë, kemi trajtu këtë mesele, kjo është e veçantë veç për pejgamberin a.s. Ja kanë marrë djersën, ja kanë shfrytzuar si parfym pejgamberit a.s. Ja kanë marrë flokët pejgamberit a.s. e kanë qit në ujë, edhe kanë pi për mushnosh. Ama kjo është e veçantë për pejgamberin. Nuk është për të tjerët. Se pejgamberi sa trupi i tij ka qenë i bekuar për Allahut subhanahu wa taala. Çka përfitojmë nga hadithi? Larja muslimanit është farz kifaje. Farz kifaje, farz ain. Farz ain secili duhet me bë. Farz kifaje çka është? Nëse një grup e bën, pjesa tjetër i hiqet përgjegjësia. Nëse dikush shkon e lan, tjerët nuk kanë gjuna. Ama nëse asnjëri nuk e lan, krejt gjunaqtar janë ai rreth. Ai rreth janë gjunaqtar. Për shembull, nëse një fshat po e zon, një fshat, nuk ka xhami, krejt janë gjunaqtar pse s'e bën një xhami. Nëse një grup ngritet dhe e bën, për shembull, fshati ka 1000 vet, edhe qohën 50 vet e bën xhamin. 950 vet s'kan përgjegjësi. Po themi kushtimisht 950 vet, se ka dhe fëmijë aty, fëmijët nuk llogaritën. Po du me thonë që nëse ngritet disa persona, një organizim bëhet me bën një xhami, bjerë përgjegjësia. Pastaj kifaja është me pas një doktor aty. Kifaja është me pas një shkollë aty. Këto janë gjëra domosdoshme. Mi pas një fshat, një rajon i caktuar. Gruaja lahet veç nga gratë, burrat nga burrat. Gruaja e lan gruan, femna e lan femnën, burri e lan burrin, mashkulli e lan mashkullin. Përpos bashkëshortët. Burri mundet me la gruan dhe gruaja mundet me la burrin. Dhe normalisht gjatë larjes, edhe pse gratë e lajnë gruan e vdekur, apo burrat e vdekur, prap nuk lejohet me e pa avretin. Avretin nuk lejohet me e pa. Duhet me mbulu
edhe dorën me shti, tash me dorë, alhamdulillah, e pastron avretin mirë, po nuk lejohet me shiku me sy. Duhet më qenë e mbulume avreti. Mëdhebi Hanefi për shembull, që është gabim, apo thonë në momentin kur vdes gruaja, del pi një çajit. Do më thonë, më nuk është gruaja jote ajo. Dhe për atë arsye kanë ardhur në përfundim, edhe kanë thonë që në momentin kur vdes gruaja, ti mos zguxon me prik atë gru. Sepse më nuk është ajo gruaja jote. Realisht kjo është gabim. Deri para një ore gruaja jote ke, veç pse ja mush Zoti shpirtin vdiq, tash për njerëz s'është gruaja jote. Jo. Ka pas një rast Shekh Albani rahimullahu taala, ashtu, edhe gruan e vet që e ka varru se sen e ka prek, e ka hap ku e di unë. U çu Sheshuajbim dohet po, Sheshuajbi apo nuk e di cili. Nuk po më kujtohet cili tash, apo Vehbi Gavoçja, nuk po më kujtohet saktësisht, u çu e ka bo aty zhurm ka bo. Se ka qenë me thibin Hanefi pak ma strikt, ma fanatik ka qenë. Edhe që e të botja, një qaj ka dolpi një qaj, qysh pe prejkti sen, e ka bo zhurm aty në varrim. Realisht nuk ka argument, ajo është gruaja jote. Mund të lejohet edhe me la, po të lejohet edhe me prek. Pik tjetër, larja duhet të jetë 3 herë. Nëse nuk mjafton, atër 5 herë, dhe nëse kjo është e pa mjaftueshme, mund të shtojmë edhe më shumë, nuk ka problem. Ama çka duhet të jetë tek. Duhet të jetë tek. Po ashtu thot Muhamedi alayhi sallam, lajnin 2 sahih, lajni ose 7 herë ose më shumë, që hadithi. Pika 4, larja duhet të jetë siç tham 3, 5, 7 tek, po ashtu ujit përzihet me çka? Me sidër. Sepse është pastrues, e pastron gjenazën, apo edhe është mirë një dobi peceki që pa pastërti që i shini te gjenazja, nuk është mirë mi ja u transmetu tjerëve. E pa të thojtë e mëdha, jo pa të nevojën, i dul nevoja dhe më thonë nevoja madha, apo këtë, jo. Nuk është mirë me ja përhap të metat gjenazës. Mon me pas kujdes, ti e pastron fise bilillah, kish problem të madh dhe vazhdon kjo çështje. Më thonë, çka e merr me sidër e pastron, pas sidrit, pastaj në fund kur ta pastron krejt, vendos një parfum. E rëndësishme një parfum, apo çfarë do qoftë sot që janë parfymet e zakonshme. Të parfumosit i vdekur e tham, erë të këndshme që mos mu përshpejtu dekompenzimi. Pika tjetër është të filluarit me larjen e gjymtyrëve më të mira, e ato janë të djathtat dhe gjymtyrët e abdestit. Të filluarit me thot flokët bën 3 gërsheta që hidhen mbrapa. Te gratë bën 3 gërsheta edhe hidhen mbrapa. Kërkimi begatis tash nga gjërat e pejgamberit alayhis salam. Sepse potencuma, po Muhamedi alayhis salam e mori rrobën e vet dhe ja dha që me mbështjell gjenazën e çikës vet. Tash këtu autori pesqaron, thot kërkimi bereqetit, begatis, nëpërmjet gjërave të pejgamberit alayhis salam. A lejohet apo nuk lejohet? E para është, këto janë çështje që askush nuk mund t'i bashkangjitet atij, nga që ndryshimi midis pejgamberit alayhis salam dhe të tjerëve është i madh. Domethënë, ai edhe era e tij e djersës, na që kemi erë, ai ka pas parfum. Era e djersës ka qenë parfum. Erë e mirë. Si qysh kemi me pas në ditën e gjykimit? Ditën e gjykimit besimtarët djersën kanë me pas me erë. Nuk kanë me pas me erë të keqe, po erë të mirë, aromë kanë me pas. Edhe gjitha ushqimet që ne i hajmë, sot për shembull dalim WC dhe ka nevoja madhe, ka erë të keqe, apo? Ndërsa në botën tjetër nuk ka me pas nevojë të madhe. Po çka ka me pas? Kanë me dalë nëpërmjet djersës mirë, po ajo djersë ka me qenë me erë të mirë, aromë të mirë. Për Allahun është e lehtë. Nuk e bën andej daljen, e bën nëpërmjet porëve daljen, edhe u kry puna. Nuk është e vështirë kjo çështje. E dyta thot, këto çështje kështu kanë ardhur. Neve na mbetet veç ti dorëzohemi apo ti ligjësojmë këto gjëra dhe nuk lejohet me shti kokën me thonë qysh kjo është shirk. Po, shirk është me të tjerët. Me Muhamedit alayhis salam nuk është shirk. Do thonë kjo lejohet, do thot kjo është begati me marr nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mas vdekjes ti, është e ndaluar për shkak me shku në për vende ku o fal Muhamedi alayhis salam apo ku e ka preka ku asi, këto janë ndaluar pastaj, po.
E treta, thot, sahabet e dinin që Ebu Bekri ishte njeriu më i mirë i ummetit pas Muhamedit alayhis salatu wassalam. Megjithatë s'kan ardhur transmetime që kanë shku te Ebu Bekri me marr teberruk, me bo begatia, po bereqet me marr. S'kan shku. Edhe pse ishte më i miri pas pejgamberit alayhis salam. Po jo, kjo është e veçantë për pejgamberin alayhis salam. E katërta, thot, kërkimi dobis nga njerëzit e tjerë veç pejgamberit alayhis salam, thot, është kalim kufish, edhe thot çon në shirk. Është çështë e rrezikshme. I shihni për shembull, keni dëgju, i kemi po në për media, në për rrjetet sociale, për shembull mjekra pejgamberit alayhis salam. Ka dhe në Gjakufën. Mjekra pejgamberit alayhis salam caktojnë një datë edhe shkojnë e vizitojnë ata. E vizitojnë. Lypin së lloj bereqete. Mirë, shtrohet pyetja, nëse nuk është ajo çime pejgamberit alayhis salam. A din që shirk i bo? Kështu që duhet më largu këtyre gjërave, sepse nuk e din. Nuk keni zinxhir, po dhe nuk keni zinxhir transmetimi sakt që është i pejgamberit alayhis salam. Ka mujt për shembull mbretëri të ndryshme me thonë që kjo është çimja e pejgamberit alayhis salam, për më mbledh vizitor. Me fitu para, po ku e diun. Më për atë arsye duhet më largu kësaj çështje. Ki në Turqi, ki në Kosovë, ki ku e diun në për vende të ndryshme të muslimanëve, edhe e ruajnë në mënyrën më të mirë e ruajnë, edhe shkojnë muslimanët edhe e vizitojnë çimin e pejgamberit alayhis salam. Kështu nuk lejohet, sepse ti nuk e din që a është i pejgamberit alayhis salam. Dhe hadithi i fundit për sonte, kemi hadithin e 157. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu thot: një burr duke qëndruar në Arafat, pa pritur ra nga devia, edhe vdiq në moment. Ka shku në hax, në Arafat, prit devës ra. Thot, e theu qafën dhe vdiq. Tha pejgamberi sa lajeni me ujë dhe me sidër. Dhe thot që finoseni me 2 rrobat e tij dhe mos hidhni parfym tash, qëra. Te e para tham hidhni parfym, apo? Te e dyta tash po mos i qitni parfym. Dhe çka me 2 rroba thot që finosne. 2 rrobat janë, domethënë të ihramit, apo? Thot mos ja mbuloni kokën, sepse ditën e Kiametit ai do të ringjallet me telbie. Lebeik Allahumma lebeik. Do të ringjallet, apo? Thot, në transmetim tjetër thot, mos ja mbuloni fytyrën e as kokën. Më thonë, fytyra me qenë e hapur edhe koka. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit. Një nga shokët e pejgamberit alayhis salam po qëndronte në Arafat, sepse kishte shkuar, dhe thot me e bo haxhin. Dhe thot, mbi devën në haxhin lamtumirës dhe ishte i veshur me rrobat të ihramit, ato rrobat e bardha që janë, të poshtme edhe të sipërme. Pastaj thot, kur pa pritur ropi devës, edhe theu qafën, kokën edhe vdiq. Që me botash? Atër thot profeti alayhis salam i urdhroi shokët e tij që ta lanin xhenazën me sidër, ujë me sidër. Pastaj thot që ta qefinosnin me izarin edhe ridan e tij. Izar, vllazni, është rroba e poshtme. Rida është kjo nalt. Ato 2 rrobat që janë për ihram, që i përdorin, domethënë që i veshin muslimanët gjatë haxhit edhe gjatë umrës. Me qenë se burri kishte veshur rrobat e ihramit për haxh dhe gjurmët e adhurimit kishin mbetur ende, atëherë pejgamberi sallallahu i urdhroi që të mos e parfumosnin e as mos t'i ambulonin kokën për arsye se Allahu ka me ringjall me telbie. Telbie është lebeik Allahumma lebeik. Më thonë, fytyrën me pas të hapur dhe kokën me pas të hapur. Çka përfitojmë nga ky hadith? Nga ky hadith përfitojmë larja të vdekurit është fars kifaje. Nëse e bën një grup, bjerë përgjegjësia e grupit tjetër. Lejimi i larjes së muslimanit që ka veshur rrobën e ihramit, që e vërteton hadithi i Ebu Ejubit. Domethënë, lejimi i larjes kur është në ihram. Aleikum salatu Allah barakatuh. Ndryshimi i ujit me element të pastër. Lejohet ujit me ashtu sikur sidrin, që ka në hadith të pejgamberit alayhis salam. Detyrshmëria tash vajibati i mbështjelljes apo i qefinosis së të vdekurit, madje i jep prioritet qefinit para shtlyrjes së borxhit. Para shtlyrjes së borxhit qefini duhet më dhon rëndësi, edhe nëse ke borxh. Çuarjes në vend të vasijetit dhe haku trashëgimtarëve. Pastaj thot ndalimi i mbulimit të kokës së xhenazës në rast se është burr. Mirë, po nëse është grua, i mbulohet. Gruas i mbulohet, se gruaja zate nuk ka ihrama.
domethënë ato veshjet që i ka, nuk i ka gruaja. Ndërsa burri i ka, burri, domethënë duhet më ambulu, burri nuk i mbulohet koka dhe, domethënë fytyra dhe koka, ndërsa grave ju mbulohet fytyra dhe koka, që është dallim prej meshkujve. Ndalimi i përdorimit të parfimit për personin që ka veshur ihramin, i gjallë apo i vdekur, mashkull apo femën, parfimi është një shenjë luksi, domethënë çka që kjo nuk lejohet edhe kur je në ihram, apo me parfim nuk lejohet. Domethënë gjatë atij procesit të ihramit, kur ta kryen ihramin, pastaj të lejohet. Ka alhamdulillah dhe sapuna tash ka pa erë, i lën durt, mirë po nuk ka erë. Nuk ka erë, i lën duart, nuk ka problem kjo me lejen Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot personi që ka veshur ihram nuk e ka ndaluar t'i prek sendet që s'kan aromë, si sidri, potasi, sapuni pa erë, e kështu me radhë siç tam, apo sapuni pa erë. Se normalisht na kur shkojmë në WC për shembull, kur je në ihram, ti duhet me marr taret, apo dhe pastaj ato era ju vjen durve. Atëherë i lani pastron me një aspekt, po jo me sapun me erë, me aromë nuk lejohet sepse je në ihram. Pastaj thot për qefinosin e të vdekurit mund të mjaftoheni vetëm me 2 rroba, izari dhe ridaja. Izari ishte kjo pjesa poshtme, që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që izari është deri tek pulpa, që të nalt, tek pulpa, që është e mesi i pulpës. Nëse insistoni, ka thonë, izari është rroba poshtme, që i prim pantollat, domethënë, deri në mesin e pulpës. Që kjo syneti vllazni? Kjo syneti, deri në nalt, krejt. Mirë po thot, nëse insistoni, atëherë deri te zogu i komës. Po mos me kalu zogun e komës. Me një aspekt, vaxhipi është te zogu i komës, syneti në nalt është tek pulpa, tek mesi i pulpës. Pastaj thot, dhe këtu do thot që mjaftohemi me 2 rroba, rroba e poshtme që është izari dhe ridaja ajo që vishet ajo nalt, me çto 2 sene do thot qefinoset i vdekuri që ka vdek në haxh, apo duke qenë në ihram. Pastaj thot e mbështjell gjithë trupin, pasi ridaja me izarin janë të një mase me të. Dhe përfunde kemi thot kush fillon një punë të mirë si kërkim dije, xhihad dhe ka për qëllim ta vazhdojë plotësoj, por vdes duke mos e përfunduar këtë, tek Allah i regjistros sikur ta ketë bërë. Shkon në haxh edhe vdes gjatë rrugës, Allah subhanahu wa taala ta pranon inshallah taala. Më thonë, Allah azza wa jall është i mëshirshëm, sepse qëllimin e ki pas ti me shku, atje me kry haxhin dhe mjafton njeti për ta marrë shpërblimin sikur e ka kryer të plot veprën, frytet e të cilës do të vazhdojnë deri në ditën e Kiametit. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.